Kryeministri shqiptar Edi Rama foli këtë të diel për shkarkimet në qeveri, duke u ndalur kryesisht te largimi i Belinda Ballukut, por duke e bërë të qartë se nëse rrethanat do të kishin qenë të ndryshme, ajo nuk do të ishte larguar. Në podcastin e tij Flasim, Rama e përshkroi Ballukun si një ministre me rezultate të jashtëzakonshme në punë, pavarësisht se SPAK kërkon arrestimin e saj një kombinim i çuditshëm i sukseseve dhe hetimeve, teksa për Elisa Spiropalin nuk dha asnjë vlerësim. Nëse rrethanat do të kishin qenë të ndryshme, nuk do të kishte ndryshuar për rezultatet e jashtëzakonshme në punë zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë, që aktualisht në bazë të mbledhjes së zgjeruar të grupit dhe të planit të ri të kompozimit të qeverisë është ish zëvendës kryeministrja dhe ministrja e infrastrukturës dhe energjisë. Sipas Ramës, ndryshimet ishin të parapara, por duket se planet qeveritare janë gjithmonë fleksibël dhe misterioze. Për çfarë ka rëndësi rezultati i jashtëzakonshëm në punë, kur rrethanat mund të vendosin për largimin? Ai la të kuptohet se edhe raporti i Këshillit të Mandateve mund të ketë diçka për të shtuar në këtë dramë qeveritare. Në fund, Rama shtoi se e drejta për të folur më shtrueshëm mbetet e rezervuar, ndoshta për momentin kur shqiptarët të kuptojnë se si një ministre mund të shkarkohet ndërkohë që vazhdon të jetë jashtëzakonisht e mirë në punë. Një mësim i qartë, suksesi i jashtëzakonshëm nuk garanton gjithmonë vendin e punës, por padyshim siguron një vend në podcast.